e kryente komanda e aleatëve të Mesdheut. Këta kanë ardhur në dhjetor të 44-ës deri në shkurt të 45-ës. Dhe gjatë kohës që kanë qenë këtu, unë kam vendosur në librin tim edhe fotografitë e kapitenit të marinës Abdimatit, për babait, i cili është në anije me anglezët, francezët, që bëjnë çminimin e kanaleve. Në këtë kohë, bëhet fjalë vitin 45, dhjetor i 44-ës deri në shkurt të 45. Po në këtë kohë, ky mision që quhet Medri, ka bërë pastrimin e një kanali në ngushticën e Korfuzit. Dua ta theksoj këtë sepse kjo lidhet me një ngjarje, incidentin e shumë të madhe. Këta kanë bërë një kanal dhe kanal quhet çdo gjë e bërë në det në bazë të shenjave, të punimeve nga njeriu. Do me thënë, të gjitha gjërat e tjera, të gjitha hapësirat e tjera detare quhen ngushtica ose det i hapur. Aty ku njeriu ka vendosur disa shenja, disa gjëra, quhen kanale detare. Kanalet janë ato ku duhet kaloj armia, rruga. Do me një zonë e pastruar, një hapësirë me koordinata caktuar dhe ky quhet kanali i Korfuzit. Kurse në gjeografi ky kanali i Korfuzit ndodhet në ngushticën e Korfuzit. Pse e theksoj këtë? Janë dy koncepte krejt të ndryshme nga ana e terminologjisë detare. Se vjen historia e ngjarjes së ngushticës së Korfuzit. Po përpara kësaj, duke u marrë me Bregdetin, me aleatët, babait i caktoi dhe detyrën nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare të asaj kohe dhe ministri i luftës dhe mbrojtjes, general kolonel Enver Hoxha, i caktojnë dhe detyrën që të bënte një raport mbi Bregdetin shqiptar. Dhe në muajin janar shkurt, babai ka dorëzuar edhe raportin për gjendjen e Bregdetit shqiptar edhe të flotës ç'mund të bëhej. Dhe në bazë të këtij raporti, atij ju caktoa detyra e kapitenit të parë të marinës pranë Ministrisë së Luftës dhe Mbrojtjes Shqipërisë nga general kolonel Enver Hoxha. Me firmën e tij un kam një dokument që e cakton nga 1 janari kapitenin i parë i marinës. Mbas këtij caktimi në detyrë, ai hap seksionin e marinës në Ministrinë e Luftës dhe të Mbrojtjes. Në atë kohë ka qenë në godinën e Universitetit të Soçëm.